Kryeministri Edi Rama ka folur këtë të diel lidhur me rezolutën e miratuar në seancën e 14 majit për integrimin evropian të vendit. Rama u shpreh se ky bashkim i opozitës me mazhorancën ka vlerë, ndër të tjera shtoi se opozita e ka kuptuar sipas tij se bllokimi i procesit të negociatave nuk ekziston. Befasisht, por e përsëris pozitivisht forcat opozitare të Kuvendit të Shqipërisë u bashkuan me shumicën qeverisëse për një rezolutë të lidhur me antarësimin në Bashkimin Evropian. Më vjen mirë realisht që ndodhi diçka e tillë, do të ishte mirë të ndodhte vazhdimisht kur flasim për antarësimin në Bashkimin Evropian, por edhe një herë të vetme, prap se prap është një herë me vlerën e vet. Dhe më vjen mirë po ashtu që me sa unë kuptoj, e kanë kuptuar që procesi është i pandalshëm, që bllokimi i shumë përfolur nuk ekziston, që së shpejti do të vi edhe lajmi i ri dhe i mirë, si të gjitha lajmet për hapjen e kapitujve i kapërcimit në fazën tjetër të procesit, dhe do të hapet dhe rruga për fillimin e mbylljes kapitujve të negociatave. Gjatë seancës së të njëjtës pati diskutime dhe debate mes mazhorancës dhe opozitës për integrimin. Pas disa orëve debat, palët bashkuan votat dhe votuan pro rezolutës. Rezoluta për integrimin u miratua me 114 vota pro.